13. Kushti i dytë për namaz. Abdesti. Abdesti është pastrimi i veçantë ritual me ujë të pastër për të falur namaz apo për të lexuar Kur'an nga mushafi ose kryer tavafin. Përbëhet nga pastrimi i disa pjesëve të caktuar të trupit. Pjesa më e madhe e ibadeteve nuk mund të kryhen pa abdest. Abdesti ka 4 farze. 1. Larja e fytyrës. 2. Larja e krahëve deri mbi bërryla. 3. Fërkimi mesi i kokës dhe 4. Larja e këmbëve deri mbi nyje. Kurse abdesti i plot me rreth si vijon. 1. Lexojmë bismillahin. 2. Lajmë duar deri në nyje 3 herë. 3. Pastrojmë gojën dhe hundën 3 herë. Me dorë të djathtë fusim ujin, kurse me dorë të majt pastrojmë hundët. 4. Lajmë fytyrën, prej flokëve e deri nën mjekër dhe prej veshit deri te veshi 3 herë. 5. Lajmë krahun deri pas bërryli, të djathtën e pastaj të majtën 3 herë. 6. Fërkojmë me dorë të lagur pjesën e përparme të kokës, mes 1 herë. 7. Fërkojmë me duar të lagura veshët dhe qafën 1 herë. Gishtin tregues se vendosim në vesh. Gishtin e madh pas veshit. Kurse me anën e jashtme të 3 gishtave të tjerë fërkojmë qafën. 8. Lajmë së pari këmbën e djathtë e pastaj të majtën, deri pas nyjes 3 herë. Duke marrë abdest mund të lexohet shahadeti ose ndonjë dua tjetër. Pas abdestit, fytyrën dhe duart zakonisht i fshijmë me peshqir të pastër. Me një abdest mund të falim disa namaze, nëse nuk e kemi prishur abdestin, apo mund të kryejmë edhe punë të tjera të mira, për të cilat kërkohet të kemi abdest. Marrja e abdestit nëpërmjet imazheve, për meshkuj dhe femra. 1. Larja e duarve deri në nyje. 2. Shpërlarja e gojës. 3. Shpërlarja e hundës. 4. Larja e fytyrës. 5. Larja e krahëve deri pas bërrylave. 6. Fërkimi me dorë të lagur i pjesës së përparme të kokës, meshi. 7. Fërkimi me dorë të lagur i veshëve dhe qafës, 1 herë. Dhe 8. Larja e këmbëve deri mbi nyje. Prishja e abdestit. Abdesti do të prishet nëse kryejmë nevojat fiziologjike, nevojën e vogël apo të madhe, nëse na rrjedh gjak ose na rrjedh qelb ose ujë i verdh, nëse vjedhim me gojën plot, nëse na dalin gazra, nëse flam thellë ose e humbasim vetëdijen, nëse qeshim me zë gjatë namazit duke na dëgjuar falësi pranë nesh. Meshi mbi fash dhe mbi meste. Mes do me thënë që me dorë të lagur fërkojmë një pjesë të trupit apo një pjesë të rrobave në trup. Kur në situata të jashtëzakonshme, atë pjesë të trupit nuk mund ta lajmë. Kemi meshin mbi fash dhe meshin mbi meste. Meshi mbi fash. Nëse në trup kemi ndonjë plag apo lëndim dhe e lidhim me fash të pastër, mund të bëjmë mes mbi fash, me rastin e marrjes abdest në vend të larjes. Nëse lagja e atyre vendeve do ta dëmtoj apo keqsoj gjendjen shëndetësore, meshi mbi fash nuk ka kohë të caktuar, por aq sa vazhdon lëndimi apo plaga e hapur. Meshi mbi meste. Meshi mbi meste është i lejuar. Disa njerëz e kanë bërë zakon të i mbathin mestet, sidomos gjatë kohës së dimrit. Mestet janë lloj këpucësh të buta apo lloj çorapesh të forta e të trasha, të cilat mbathen brenda këpucëve të jashtme, si formë çorapesh. Mestet mund të jenë edhe prej lëkure ose ndonjë materiali tjetër, i cili nuk e thith lagështinë e ujit, ose çorape leshi që mund të qëndrojnë vetvetiu pa i lidhur. Me mesten e falimi me kusht që të jenë të pastra, të imbulojnë nyjat e këmbëve, të mos jenë të grisura më shumë se 3 gishta,
të mos fusin ujë, që të mund të ecim me to dhe që të mbathen, kur personi ka abdest. Ai që i ka mbathur mestet kur ka pasur abdest, nuk do të i zbath ato dhe nuk do të i laj këmbët kur të marrë sërish abdest, por mbi to do të bëj mes. Mesi mbi meste bëhet ashtu që me gishtat e lagur të dorës së djathtë të fërkohet mestja e djathtë prej gishtave e deri në nyje. Gjithashtu edhe me gishtat e dorës së majt, mestja e majt. Afati vlefshmërisë së meshit mbi meste zgjat një ditë e një natë. Do me thënë 24 orë nëse jemi në shtëpi, mukim, dhe 3 ditë e 3 net, do me thënë 72 orë nëse jemi në rrugë, mysafir. Gusli. Gusli është pastrimi veçantë fetar i cili është i përcaktuar në raste të caktuara për meshkujt dhe femrat e pjekura në moshë. Gusull quhet pastrimi i tërë trupit me ujë të pastër, prej kokës deri në këmbë. Shkaqet që e bëjnë të domosdoshëm guslin janë disa. Ejakulimi i spermës, gjenabeti, qoftë në gjendje të zgjuar apo në gjumë. Marrëdhëniet intime mes bashkëshortëve. Hajzi, cikli menstrual dhe nifasi, periudha pas lindjes, të femrat. Vdekja e muslimanit, larjen e bëjnë të gjallët. Dhe pranimi i fesë islame nga jo muslimani. Gusli merret në këtë mënyrë. 1. Shpërlahet me ujë goja dhe fyti mirë, gargara. 2. Shpërlahet hunda. Dhe 3. Tërë trupi lahet me kujdes. Tejmumi. Tejmumi është pastrim simbolik me dhe, në raste kur mungon ujë ose nuk mund ta përdorim atë. Në raste të caktuara, në vend të abdestit apo guslit, mund të merret tejmumi apo mund të bëhet pastrimi formal me dhe të pastër ose me gjësende të punuara nga dheu. Tejmumi merret kryesisht në këto raste. 1. Kur gjatë një kohe e namazi nuk mund të gjejmë ujë. 2. Kur kemi pak ujë, vetëm për pije ose për përgatitjen e ushqimit. Dhe 3. Kur, në rast nevoje, nuk mund të lahemi. Marrja e tejmumit. Tejmumi përbëhet prej 3 farzesh. 1. Së pari bëhet njeti, vendosja. Për çarsye merret tejmumi, për shembull, për namaz apo për lexim Kur'ani. Njeti për tejmum është: unë vendosa të marr tejmum për namaz dhe për arsye pastrimi, që të i afrohem Allahut të Madhërisëm. 2. Pastaj preki me shuplaka dheun e pastër ose objektin prej dheut. Shuplakat i shkundim dhe me duar fërkojmë fytyrën sikurse e pastrojmë me ujë. 3. Në të njëjtën mënyrë me shuplaka prekim dheun e pastër ose objektin prej dheu, dhe me dorë të majt fërkojmë të djathtën dhe me dorë të djathtë fërkojmë dorën e majt, nga majat e gishtave deri pas bërrylave. Me një tejmum mund të falim disa namaze, derisa të gjejmë ujë. Po sa të kemi mundësi të marrim abdest ose të lahemi, tejmumi nuk vlen më. Për këtë shkak me njëherë duhet të lahemi nëse kemi marrë tejmum me qëllim gusli, ose me njëherë të marrim abdest nëse kemi marrë tejmum me qëllim abdesti. Namazet që kemi falur me tejmum nuk duhen kompenzuar. Çdo gjë që e prish abdesin, do ta prish edhe tejmumin.